Falenderojmë Allahun, Zotin ton, krijuesin e gjithësisë. Zotin i cili na bëri mirë kur na udhëzoi në rrugën e drejtë, në rrugën e imanit, na e bëni të dashur atë, na e zbukuroi në zemrat tona, na bëni që ta urrejmë të keqen, të padrejtën, mosbesimin, mohimin, t'i urrejmë veprat e shfrenuara, padrejtësinë. Na udhëzoi të rruga e drejtë. Elhamdulillah ya Rabbel Alamin. O Zot i të gjithë botëve. Salavatet dhe përshëndetjet ja dërgoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit tonë të dashur, pejgamberit i cili ishte dhe është dhe mbetet modeli më i mirë drejt udhëzimit më të mirë. Allahu na e bëft të mundur që ta ndjekim sunetin e tij derisa të kemi frymë në këtë dunja dhe të vazhdojmë më tutje në trojet tona, në Tiranë dhe gjithë trojet shqiptare dhe gjithandej nga ka musliman, që suneti i tij bashkë me Kur'anin Adhimushan të mbesin drejtat e udhëzimit tonë inshallah. Vëllezër të shtrejtë, besimtar, motra të nderuara, Allahu na e bëri nasib mua bashkë me vëllezërit dhe motrat që kemi ardhur për të bërë vizitë këtu, për të vizituar Shqipërinë tonë të dashur, xhamitë e Tiranës dhe këtë xhami madhështore na e bëni nasib elhamdulillah që ta ndjejmë madhështinë e Islamit dhe të imanit, besimit ton edhe në një tokë shqiptare, në një xhami tonën këtu që nuk është me patjetër tashmë me ndjehet madhështinë në Stamboll, në Sarajev, në Kairo apo edhe në Medinë. Të gjitha ato xhami kanë vlerat e tyre pa kontestueshme, nuk zaventsohen, ama elhamdulillah edhe këtu e ndjejmë të madhështi. Allahu e ruajt inshallah këtë xhamit e tjera, këtë xhamat dhe gjitha ata që janë të angazhuar. Falenderoj jashtëzakonisht shumë miftiun e nderuar Bilal Efendi Teqen dhe imamin kryesor të xhamisë që na dha këtë mundësi dhe na e bëni këtë nder kaq të madh. Ti drejtohemi njëri tjetrit me disa këshilla vëllazërore që burojnë nga sinqeriteti dhe drita e imanit. Po ashtu, e lutem Allahun xhaleshanu që ta ruaje edhe komunitetin musliman të Shqipërisë që kujdeset për organizimin e jetës fetare në këtë vend. Për ne shqiptarët që vim nga trojet e tjera, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Presheva dhe gjithandej, për ne është një drejtim i duhur se nga duhet të shikojmë. Prandaj dhe qëllimi se erdhëm nga Zvicra ishte që t'ua bëjmë me dije brezave që rriten atje, fëmijëve dhe nipërve mbesave tona, se nga i kemi rënje dhe ka duhet t'i shohëm, t'i kthejmë syt. Ku janë rënjet tona? Ku është origjina jonë? Prandaj dhe lus dhe bëj apel që shqiptarët gjithandej nga janë në përbot, le të kthejnë syt ka rënjet dhe origjina e tyre, nga xhamit ku frymëzohet pra dhe mësohet Islami dhe tradita jonë islamo shqiptare. Vëllezër të shtrejtë, i lexova 2 ajete si mesazh për këtë hutbe. Allahu xhaleshanuhu në surën Hujurat e mrekullueshme për nga porosit. Në 2 ajete thot, na e kujton mirësinë e Zotit ndaj nesh. Thot Allahu: "Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin." Njerëzit kur i bën dikush mirë, kthehet ka ai dhe i thot faleminderit. E falendron dhe kështu duhet me qenë mirënjohës. Po këtë të mira, vlera shpirtërore dhe Islamin dhe imanin që na ka dhënë, kush vallu bë sebeb dhe kush na e dha atë, kush e mbolli në zemrat tona dhe kush na e bëni të dashur, që ndonjëherë dikush edhe me jetë e ka paguar. Nga imani s'ka lëvizur. Vlla dhe nderuara motër, ti dhe unë jemi madein iman, madein musliman. E dini çfarë do të thotë? Të thotë kështu, po të kishte gjuhë imani, besimi, të thotë, tash më pranove ti mua, më nderove ti mua, i bëre vend zemrën tënde, pjesës time, tash shiko çka kam me bë unë me ti, kam me bë mrekulli.
Ti je mrekullia që es në tokë, sepse bartesh në gjoksin tënë një dritë të madhe të Allahut. Atë mirësi që Allahu përmend Kur'an, s'ka me i thënë dikujt falënderit që më bëre ti musliman. Falënderit Allah që më bëne të dashur imanin dhe islamin. Se Allahu thot, mos shkoni t'ju thoni as pejgamberit Muhammedit a.s. as kuj tjetër falënderit që më dhëzove në islam, po thuaj falënderit o Allah që më dhëzove në islam. Belillahu yamunnu alejkum an hadakum lil iman. Allah ju dhëzë juve të imani, thot. Ju bëni mirë që ju dhëzoj të imani, qoftë se jeni të sinqert. Dhe jo vetëm kaq, walakin Allah habbaba ilaykumul iman, thot Allahu. Allah jo vetëm që ju ka bën mirë, ju ka udhëzu, e ka mbjell imanin në gjokse dhe zemrat e juaja, po thot ua kam bërë të dashur atë. Ua kam bërë të dashur atë. Nëse dikush mund mendoje që shqiptarët e kanë pranuar islamin me dhunë, me presion, argumenti është sot se dikush don me hek, po e ka të kotë. Let doj sa dojt përdor dhunë dhe presion. Atë Allahu na ka bërë të dashur. Kjo është argumenti. Jo vetëm kaq, wa zayyanahu fi qulubikum, wa kemi zbukuruar në zemrat e juaja. Të dashur e ka zbukuruar, e ka bërë që ta kuptojmë. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan. Dhe të tjetrën na e ka bërë që ta urrejmë mosbesimin, shfrenimin, mohimin, kundërshtimin, na i ka bërë të qartë. Një shembull vëllezër të nderuar dhe të respektuara motra. Nga kaluara ka shumë shembull. Çfarë do të thot imani në zemër, në gjoksin dhe në jetën tonë? Personi kur e pranon imanin, besimin, dhe e ndërton jetën mbi bazën e këtij vizioni, ai ka do vizione shumë të larta. Njeriu pa iman, pa besim, vizionet e tij mbetin në këtë botë kalimtare, kalon ajo. S'është e përhershme. Dhe shet e interesit e dunjas, të plotësimi i dëshirave, pasioneve të dunjas. Po kur imani futet në zemër të besimtarit dhe besimtares, ai fillon të shohë vizionet të tjera, më të bukura, më të larta, të pambarueshme asnjëherë. Fillon të shohë Xhennetul Firdausin. Fillon të shohë mundësinë e shoqërimit me pejgamberët. Fillon të shohë hakun dhe të drejtën e tjetrit, lirinë e tjetrit, ndihmën ndaj tjetrit. Fillon të shohë disa vizione dhe disa botra që vetëm imani ja zbulon. Imani aktiv, jo ai pasiv. Ebu Bekri dhe Bilali, shembulli më i mirë për të dhënë shembullin në lidhje me dersin që kemi dhe me këshillën. Bilali, Hazreti Bilali, muezini i parë, ishte sklav dhe rob. Vizionet e tij ishin të jetonte në botën e robërisë dhe sklavërisë, të bëj mirë zotërisë vetë dhe familjes së tij. S'kishte familje, s'kishte bashkëshorte, dhe mendonte kaq në atë botën e vetë të ngushtë, kur imani depërtoi në zemrën e tij dhe u bë musliman, mu'min billah, filloi të shohë do botë të tjera. Mas për herë filloi ta shmoj jetën e vetë, tha kush jam unë, a më lejohet me jetu sklav dhe rob? Jo. Dhe filluan torturat, persekutimet, mundimet, sa që zotëriu i tij një ditë e mori dhe e shtriu në temperaturat e larta të Arabisë atje, toka e nxehtë xhehenem dhe nxefti nga lart dielli po ashtu. Dhe i kishte vendosur një shkëmb në gjoks dhe i thoshte dil nga feja islame, dil nga feja Muhamedit, shaje dhe përbuze Muhamedin. Çfarë thoshte Bilali? S'kishte më takat. As edhe dy fjalë nuk mund të t'i thoshte, nga mundimet e tepërta që kishte përjetuar. Për çfarë? Për imanin dhe besimin. Ai thoshte vetëm ahadun ahad, ahadun ahad, një dhe një, i vetëm, s'ka zot tjetër përveç atij. Ati pari kaloi Ebu Bekri, i cili ishte i lirë, edhe ai, madhe in iman, i lirë, i pasur, i ri, kaloi ati pranë dhe i tha ati zotëris vetë, o zotëri, gjunash atë që bësh ti, Allahu e ka kriju me jetu i lirë, fale. Tha jo,
sa paguash? Tha, kërkoj sa don. Tha, 7 flori, 7 dirhem, 7 dinar, 7 flori. Tha, urno meri, e bleu dhe e liroj me njëherë. Hazreti Bilali. Zotriu i tha, o ti Ebu Bekër, o ti djaliri, tha, më ke dhanë shumë, pasha Zotin vetëm 2 flori, po të mi kështë dhanë, do ta kisha falë. Se zvlen ki, kur gjo, do ta falja. E dini cila ishte përgjigje Ebu Bekrit, tha, o ti zotri, tha, jo 7, edhe 100, edhe 1000, po të mi kërkoje, do t'i jepja, do t'a liroja. Kjo është madhe in iman. Sepse a i shifte disa botë tjera, që vetëm imani dhe mundësia e besimit mund t'i realizojt individi. Dhe ku shëbo Bilali pastaj? Muezini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku shëbo Abu Bekri dhe shumë të tjerë. Por nëse kthehemi te historia shqiptare, sa ulema dhe sa dietari kemi pasur këtu nga sistemi që jetën e kanë dhënë. Kanë dërgjë në përburgje, fjalën se kanë ndru. E kam një shembull në Shkup atje që i kanë thënë imamit të xhamisë, imamit kryesor të qytetit, dil para xhamatit dhe thuaj se fjalët e Zotit në Kur'an që ndalojnë ushqimet të cilat i kemi të ndaluara janë halal. Ai del para xhamatit dhe thot një fjalë, o xhamat, fjala e Allahut nuk ndryshon, madhe in iman nuk ndryshon. Dhe pastaj u persekutua dhe nuk e din ku është familja. Po inshallah në Xhennetul Firdaus ka me qenë atje. Kjo botë është kalimtare, mas 100 vitesh ne sjemi, po duhet t'i bëjmë vend dikun tjetër vetes. Te bota e cila do t'jetë e pafund. Prandaj vëllezër dhe të nderuara motra, le ta ruajmë imanin aktiv në gjokse dhe zemrat tona. Jetojmë në një botë materialiste, ekstrem materialiste. Konsumerizmi, materializmi, pasionet na ushqejnë sa të dalësh pe xhamie, po mos e haro imanin që e ke brenda vetes. Atë mirësi të madhe dhe begati të madhe, fadlem min Allahi wa ni'me, thëtë Allah, është mirësi dhe nimet i madh nga Allah. Ruaj atë, aktivizoje, si atë lullën që e ujitish dhe e ritish. Çfarë ndodh nëse një lule nuk ka përkujdesje? Fik. Dhe me thënë ajo, zhduket, shkatrohet, shuhet, thahet. Por nëse ke përkujdesje, edhe vendin e zbukuron, edhe jep freski, edhe jep arom të bukur. Kështë është imani. Ujita atë, ruaj atë, ka me izbukuru veprat tona, do të na bëj më të freskët, edhe ka me pas arom të mirë. Takvaja jonë dhe devotshmëria jonë. Allahu inshallah na ruajt besimin, imanin, na ruajt xhamiat tona, na ruajt fen ton, islamin ton, traditat e bukura shqiptare islame që i kemi. E lutem Allahun xhaleshanu që gjithandej trojet tona t'i ruaje shtetet tona, shtetet të cilat i kemi sot, elhamdulillah, janë begati nga Zoti, por është përgjegjësi e madhe jona që t'i ruajmë ato. Allah na e ka dhënë si mirësi këtë liri, edhe atje ku jemi në Zvicër, atë liri që e kemi, ato mundësi që i kemi, mbi 250.000 shqiptarë musliman. Xhamitë shqiptare janë qendra të jetës shqiptare, janë qendra të jetës familjare shqiptare, janë qendra islame që i ruajnë edhe traditën, edhe zakonet, edhe familjet tonë, edhe brezet e ardhshëm inshallah dhe fen tonë. Pa e zgjatur edhe më të tjerë. Muftiu pra më dha një njoftim dhe më ngarkoi për një lutje dhe dua për një motër e cila është e sëmur. E lutem Allahun xhaleshanu që asaj t'i japë shëndet, ta forcojë atë dhe gjithë të tjerët vëllezër e motra që lëngojnë dhe janë të sëmur, e të sëmur Allahu të shiroj inshallah. Të vdekurit tanë Allahu të mëshiroj. Gjithë juve që treguat vëmendje dhe durim, Allahu të shpërblej inshallah. Të takohemi në vende të mira, në vende të bukura, këtu në dunja, por edhe në botën tjetër në xhenet inshallah. Unë për vete sot kam pas një ditë shumë të bukur, shumë të lumtur dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur për këtë mundësi. Faleminderit shumë. Inshallah edhe ju jeni të mirëseardhur kur të vini atje. Vetëm na tregoni, kemi qenë në xhami, në namazgja, ku kemi dëgjuar dersin dhe ligjëratën tuaj, më përshëndetni dhe do t'ju bëjmë nder dhe respekt inshallah. Faleminderit shumë.